Dhe si gjithmonë Bardhazia, në këtë vëndçe, për vëndçe, se vëndça ju e dini si është, me një panel fantastik do diskutojmë një çështje që u prek juve të gjithve. Nëse ju prek sot, fillon nga 1 janari. Nëse ju prek 1 janari, keni nda 2, mos e diskutoni. Vlerësimi i pronave, rivlerësimi i pronave, kjo është një çështje që i prek shumë shqiptarët, plus që shqiptarët vdesin për prona. Dhe këtë do diskutojmë me një super panel si gjithmonë. Rikthehet fuqishëm në Bardhazia Armelida Shtiza. Faleminderit që jeni me ne. Me bukur se kur, me mençur se kur. Eduard Gjokutaj, ai është altaksi ynë i preferuar, ai ka një mendim për të gjitha gjërat ekonomike që bëhet. Unë them se ai ka mendime edhe për ato që s'bëhen. Ky është defekti vetëm i tij, që ato që s'bëhen i di më shumë se ato që bëhen. Ergi Sefa, një ekspert ekselent, i studios dhe mik i studios Bardhazi. Ishte marrmalli për sherrat. Po, i kishte marrmalli dhe ai e kërkoi këtë emision. Ja, do të shohim sot. Do të shikojmë sot. Po, do të shikojmë sot se si do ta ngresh zërin për hallet e shqiptarëve. Patjetër. Dhe Agrona Xhimiali. Agrona Xhimiali është një njeri shumë i dashur, një ekspert i çështjeve vendore, sidomos ai nuk nguron ta ngresh zërin në të gjitha dimensionet, nuk ka rëndësi se kë ka përballë, ai do ta thotë gjithmonë mendimin e tij, dhe ky është defekti i tij vetëm. Faleminderit. Tani ka shumë studio televizive që po diskutojnë pafund iden e rënjes së çmimit për apartamentet në kryeqytet dhe rritjes ose mbajtjes së çmimit në të njëjtën vlera të Bregdetit. Për hir të vërtetës, shumë qytetarë janë shqetësuar sepse i kanë investuar në kryeqytet dhe ndoshta me iden për ta shitur dhe ekziston një stepje kështu edhe në prag festave që ndoshta me ato lekë ish menduar të bënte një gjë tjetër. Pse po desinformohet tregu kështu? Është tjetër, mos i konfuzojmë tash Taksa ndërtesës është e treta. Po jo më jo. Po flasim për taksën e ndërtesës. Taksën e ndërtesës? Taksa ndërtesës dhe pasurisë. Akoma nuk e di njeri se çfarë do sqarojmë apo do Po jo më e di, po shikojmë në televizion. Ja sqaroj këtë. Taksa e punën e rivlerësimit sa përket pasurisë palyçme. Rivlerësimi 15% që për mua ka qenë taks shumë e lartë dhe vazhdon të jetë lartë derisa të fillojë janari. 5% që shumë. Edhe 5% nuk duhet ishte. Po pse e kanë pranuar 5%? Dhe prap, megjithëse do zbatohet nga janari për vitin 2026, për mendimin tim është bërë një gabim shumë i madh nga grupi i Ministrisë Financave. Pse çka gabimi? Ja prej ta them, shtëpia e parë e banimit që është privatizuar nga Domare Komunale Valnesa nga enti para viteve 90, nuk mund të jetë një taksë e barabartë me atë që shet një apartament të ri. Edhe ligji ta ka përcaktuar që ka është me çmim tjetër 70% dhe ky. Tash ne do t'i sqarojmë qytetarët. Zoj, shpjegojmë vetëm me ligj, me ligj. Ti duhet të kesh ligjin përpara dhe nemin, të lutem. Unë kam ligjin, e kam ligjin. Ta mbaroj një pastaj. Ai të 8 vjet merret amortizimi i një apartamenti që është privatizuar para viteve 90. Por nëse ai do ta shesi me referencë për metër katror. Nëse ai shtëpinë e ka bler pak lek sepse ka marrë nga shteti, e ka privatizuar 1 milion lek të vjetra. Ai duhet të bëjë informalitetin ke kontrata që të blerës ke noteri që të më janoj taksimin 15% ose 5%. Po taksimin 15% nuk e me jano asnjëherë, edhe ta shetë 100 lekë dhe 100.000 lekë. Në transaksionet e rivlerësimit po rivlerësimin bëjë me ke 5%, kush do me shit le ta boj, po s'deshe me shit mos e bëj. Është fare e thjeshtë, nuk ke detyrim për të bërë. Jo, nuk është detyrim, jo. Nuk është detyrim pra. Është masë e përkohshme. Më lejo të ta përfundoj, nuk duhet të taksohet një apartament që ato e kanë shtëpi të parë banimi, e kanë shumë vite që kanë banuar. Po të krahasosh dhe me vendet e rajonit dhe të Ballkanit, njësoj me një apartament të dytë të investuar. Ti referojmë, nuk ka në legjislacionin shqiptar dhe në KKM, nuk ka përcaktime shtëpi të parë, shtëpi të dytë, shtëpi të tretë. Ka mos e nuk shpikën këto. Të sqarojmë një gjë një herë. Është e lartë. Një sekond. Të sqarojmë një herë. Të njëjtën në masë e përdorin dhe vendet e Ballkanit, këtë të uljes përkohshme për taksimin, por asnjë nuk e ka kaq të lartë. E ka 2-3% që nga Maqedonia e Veriut. Një deri në 3 ka ndryshuar 6 herë deri tash. Pse 5%? Pyetet me të drejtë. Shqipëria mbledh më pak se të gjitha vendet, përfshi Kosovën. Kosova mbledh 2 herë më shumë, domethënë mbledh 0.7% të GDP-s tatim pasurie.
Tani duan ta çojnë 1% Shqipëri. Po pra 0,3% lehtë sot Shqipëria. Po do ta çojnë 1. Po një, jo tani, jo, në 2030. 2027. Maqedonia, do me thënë, janë shumë mirë dhe buxheti kuptohet që me këtë që bën, do të mbledhi para dhe kjo është një nga arsyet. Por nga ana tjetër synon edhe të ketë një transparencë më të madhe se nxit procese dhe nga ana tjetër duke rritur vlerën e pronave, natyrisht që aktivizohet ekonomia se rritet vlera për të përdorur për kolateral, por jo për të gjithë me të drejtë, apo për të përdorur për bizneset tjera që do e shesi. Në momentin që vendoset të shitet, unë do thosha do këshilloja të bënin vlerësim se nuk është i detyrueshëm, ata që të paktën në 1 deri në 3 vitet e ardhshme kanë dërmën të kryen transaksione ose të marrin. Sa prona janë të paregjistruara? Dhe ai që ka 10 apartamente, ai paguan të gjitha taksat? Pse mblidhim ne kaq pak po ky thelbi debat. Ja një sekond. Ky është thelbi gjës. Flasi ai që ka 10 prona, i paguan të A janë të gjitha të regjistruara një herë para? Ai që ka 10 apartamente. Ti paguaj kur ti s'mbledh. Ai paguan. Është faj shtetit atë. Faj shtetit atë. Se paguajnë, ky është problemi. E gjitha vetëm duke bërtitur. Jo, se është një çështje për të uluritur kjo. 30 deri në 40% e transaksioneve janë informale. Pra kaq është tregu që thua i pagojnë gjitha apo si pagojnë. Pjesa tjetër 60% që maksimalisht janë ata që kanë hyrë në hullinë e formalizimit. Kështu që proceset të tilla e ndihmojnë edhe këtë, por nuk mund të bëhen dot thjesht vura një 5% dhe zgjidha problemin. Jo, duhet të ketë mbrojtje sociale se në momentin që ti do i vendosësh atij një vlerësim më të lartë, shtresave të ulta po flas, atyre që nuk kanë. Po çfarë pengon pra, pse nuk blidhen? Do i rriten kostot për taksën e pronës dhe elemente të tjera se ka dhe tarifa shtesë që do të shtohen. Po çukutaj, pse nuk blidhet tani? Ka burokraci. Pse nuk blidhet pra unë këtë pyet atë lutem. Po do të lutem. Pse nuk mbledhet? Ma thuaj pak se nuk mbledhet po. Ja, se nuk ju intereson juve, jo, nuk ju intereson. Ja, se thotë Ergisi, dëgjoj. Po pra, a e kuptoni që 40% pra janë informale në transakcion, pra 2 nga 5 shtëpi, apartamente, pronë që ju si doni, janë informale. A e kuptoni diferencën? Janë më shumë se 1 në 3, pra 2 në 5, 40%. Çfarë pengon ato që janë informale? Që nuk e paguajnë. Kur ka shtet mund bëhet të formale. Çfarë pengon ato të bëhen formale? Përveç kësaj, po pra ja, një sekond me hapi. Treve ja merr, këtyre dyve nuk e ka marrë deri. Edhe nëse kanë bërë informaliteta, kanë bërë këto filmat, detyrimet për çmimin e referencës ato s'kan ku të shkojnë po të mos. Po kanë paguajtur minimumin pra. Po minimumin. A ka evazion? Po ka, por problemi këtu është që nuk mblidhet fare, dhe unë po ju jap juve vetëm një shifër. Ja do t'japur një shembull për të ta hedhur. Në zonat periferike, për të mos paguar taksën e pronës, nuk e shpallin pronësinë ata fshatarët, se humbasin dhe asistencë dhe të tjera dhe nuk regjistrojnë as anë. Se nuk po flasim vetëm për ndërtesa, flasim taksë. Kështu që unë ta hodha teorinë. Po së bëni me të gjithë, po ne jepni përgjigje. Një minutë. Është e vërtetë. Po edhe 2 minuta vetëm ne jepni përgjigje. Pasuri, kur themi për taksa e pasurisë, çështja e tokës bujqësore është i gjë tjetër. Edhe ajo taksohet. Është e ardhura që mblidhet në nivel vendor, në 61 bashkit nuk shkon as ke 6-7% të ardhura e tyre më e urta. Ajo nuk lidhet me absolutisht me këto marifete për mendimin tim, ajo lidhet vetëm me një neglizhencë të zyrtarëve vendor, se aty është toka. Sigurisht, ka probleme. Po pse më agron? Priti minutë. Bujqit një sekond. Ka probleme. Neglizhencë. O agron, pa ato bujqit me zi po mbanë. Bujqit me zi po mbanë, i marrësh dhe taks për pronën. Nuk duan ta mbledhin. Nuk duan. Duan ta mbledhin. Se ta hapa diskutimi, se ne diskutojmë këtu në parim sikur ligji zbatohet vetëm brenda Unazës Tiranës. Po kështu është e vërtet. Kjo është e vërtet. Në fakt ligji duhet të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Duhet. Ligji duhet të shtrihet edhe përtej Shqipërisë. Jo përtej. Shiko, është një sjellje administrative, neglizhencë, agron ka zgjedhje çdo 2 vjet, korrupsion. Ka zgjedhje çdo 2 vjet edhe nuk u leverdis atyre të vënë. Kjo për mendimin tim ka nevojë për sanksione sepse unë mendoj po thotë që taksat që janë vënë s'po i mbledhin. Unë ato që janë vënë, jo të reja, ato shiko. A disa është taksa për 1 hektar tokë me kategoritë e boniteteve në 4 grupe vazhdon nga 700 lek deri në 5800 lek për hektar. Të vjetra.
Po që nuk vilën. Po që nuk vilën, ky është problemi madh, pra, shkojmë te taksa e banesave, ke ndërtesa, ke objekti, edhe po ju jap juve disa të dhëna shkurt. Ama këto në zona rurale, rrugën që t'i shtrohet, e duan, me taksa tjera. Po qartë, po shkom lidhë... Investime për usjellës e duan, për energjinë e duan. Pra nda ka bashki, shkoj t'i mbledh dhe atje pra këte nuk i paguin këto, po ato i duan. I duan, po mirë pa i duan shkoj lidhë. Pa paguin nga taksat e mija. Shiko, nga taksa ndërtesës, tashmë më le 2 minuta, taksa ndërtesës është shkreti gjë tjetër. Ajo që është diskutuar tashti për ndryshu sistemin, që vazhdo me çmim reference. Në 2024, ne si institut kemi raportuar mbledheshin diku 54 milion euro në gjithë Shqipërinë. Po të përjashtë shumë pak, po të përjashtë, pra në total me FMN kemi llogaritur dikur të mbledheshin 1% e GDP-s në 2018, 170 milion euro. Mbledhet rreth 33%. Aty janë objektet. Debati kadastra fiskale, Gjë shkot fare, Mikel. Me thonë drejtën duhet, por legislacioni dhe VKM ka përcaktuar qartë që njësitë e qeverisjes vendore mund të shkojnë të bëjnë verifikimin në vend, ose mund të bëhet vetë deklarimi për objektin me 70 metra, 100 metra dhe mund të taktohet. Ikin votuesit ashtu se bëdo. Jo, dakord të mbarosh, po e kalon problemin, po e kalon nga unaza. Tani po e bëni shumë teknike këtë përgjë, jo, mua s'pëlqen fare. Mua s'pëlqen fare, nuk është ky halli qytetarëve tani, lëre, po shkon mblidhuni në ndonjë studio tjetër bëni kështu teknike, këtu jo njerë. Tani nuk kam një pyetje. Si ka mundësi që ndodh një dalldi blerjesh te konsumatori që ble një gjë që s'ka filluar fare në Durrës me emrin e Alabarit dhe ngelet një gjë tjetër këtu, apartamentet që thuhet që janë stok në Tiranë. Këtë ma shpjegoni pak se unë këtë se kuptoj. Jo, ti tash mblet jap shifrat mu. Lëre shifrat tani, atjo po çmande njerëzit, kanë bler gjëra në ajër, në letër. Po. Se bëhet, a disa sa ndërtesa rezidenciale ka Shqipëria? Sa? Si pas të dhënave të 2023, 634.000 ndërtesa, gjithë Shqipërinë. Janë shitur apo nuk janë shitur? Jo, janë gëtina, dërsa 182.391 të pashfrytzuara. Bosh. Janë bosh. E kemi thënë e këtu, ato janë parkingu i legëve trotës, e kemi thënë? A e kemi thënë? Qështja është, urdhëro. Zotëria është profesionist në fushën e vetë. Po, ti e profesioniste në fushën tënde, po. Se sa është, janë të saksonet. Po, ma shpjego pak të pytjen në... A janë në vëteta pytja e gazetarës që pyta një? Nuk i ka mundësi shite në ajer më ndërtesat, shite në ajer më, shite në letër, pa u bërë akoma, 10 euro metri. E disa ka shkuar në Durrës metri apo jo, zotri? Po pse po ndërtohet në Durrës, ne kemi 180.000 të lira sot, pse po ndërtohet, kush do t'i blej në Durrës? Nuk e di pse, pyet e kryeministri, nuk e di pse, unë po pyes, s'u përgjigj me pyetje. Këto numrat janë statik një herë, u thanë 180.000, ato janë ca mati aproksimative. O zoti Gjokupaj, të lutem, jeni në dieni të këtij fenomeni që ndodh në Durrës? Do të shpjegoj. Që s'është fare Alabari ndërtues? S'ko ndërton fare ai, janë ndërtues shqiptar apo jo? Alabari është investitor, nuk ka pse ti. Po mirë për mirë. Alabari nuk është ndërtues. Tu ta kam fjalën, domethënë. Rasti i Durrësit. Po flasim për ndërtime, po bëjmë sigur. Nuk mundet të futet dot në diskutimin e përgjithshëm, pasi kanë të bëjnë me ato lloj klientësh që jo na ajer, po janë shitur që kur është thënë fjala. Pra, janë raste të veçanta. Me 1.000 euro ishte kapari, domethënë që rezervoi ka shkuar metri aty më Armelin lutem. Ka shkuar 2.800. Po aty nuk ndjek logjikën e tregut të caktuar. Nga pozicionet nga kullat. Po pra, aty problemi është këto. Tjetër, po të fëti të blerësisht, nuk është logjike të kanë paguar ato që... Jo, këto janë investitorë dhe janë investitorë të huaj, janë, dhe më thënë, emigrantët tonë që shikojnë për vlera rritjesh në të ardhmen, e marrë si investim, jo si shpi banimi. Apartamenti banimi... Dem pjesën e komplekse, pra gjithë gjënë që do zhvillohet. Nuk dem vetëm Alabarit është tjetër ai i Tiranës. Mua nuk më pëlqen një fakt që unë ju a thash dhe para se të fillon në fillimin dhe emisionit që dalin të statistika që në Tiranë ka apartamente, shumica apartamente janë pashitur. Kjo nuk është vërtet. Nuk është vërtet sepse është kërkesa më e madhe se oferta. Nuk është vërtet ajo shifër që tha. E para për gjithë Shqipërinë, vetëm për Tiranë. Po jo, kjo shifër këtu e minutë. Kërkohet dhe nuk gjendet më në Tiranë. Ka apartamente në Tiranë sa të duash bosh. Në gjithë Shqipërinë. Thuaja është bosh për sa duash, sa duash. Debati jotë është për marketing.
Po, debati im është për qytetarët, debati im është për i qasje tjerë. Kam bashkin Tiranë bosh, ka tani. Ashtë mos temi se s'ka të shi. Po pa diskutim që kamë, nuk po temi që jo. Që s'ka, edhe marketing nuk ta lejon. Shifrat që jepen... Po, është kjo për përbashkë. Armenita, nuk pa kuptove pyetjem, pse diku shkon me vrap ble një gjë që apo ble emrin, se kishim dhe një debat këtu, një apo parë për markat. Do më thëmë, ti je në mes të Tiranës, në mes të kryeqytetit, çmimet në gjithë botën, në qendrat kryesore, në kryeqytetet nuk kanë rënë, ti thua do të bien çmimet në Tiranë, por nuk do bien Durrës, e kupton? Këto janë lajme që nuk nxjerrin ata që... Nëse thamë një, kush e tha që do bien? Po të analizosh Po them fenomeni real tani çfarë ndodh. Si vëmimet që... Po them që e thatë ju, po them çfarë ndodh tani. Ulet, pra do zvoglohet ritmi i rritjes. E thënë po në zonat do rritet kaq, do rritet ngadalë. Fenomeni që të përmenda, keni një koment të lutem për fenomenin që të përmenda Alabar? Po, e para që duhet ndërhyrë legjislacion me kohë, pra që të mos lejoheshin që të bliheshin që na herë me kontratë sipërmarrje, po të përcaktohen. E kuptuan çik me ato që e blejnë këtë gjë të konsiderohen investitor dhe jo klient fundor, se ajo gjëja në ajër akoma nuk i dihet a do zhvillohet apo jo. Qartë. Një aspekt ligjor dhe e dyta, këto qytetarët që vrapojnë me një godin treqe që ndërtohet, duhet shikojnë dhe njëherë, të kërkojnë pak më shumë treg, shkojnë ka agjensit, shofin se në basë gjenë diçka e cila është ndërtuar, dhe a vlenë ta marrin atë dhe të mos presin 3, 4, edhe duhet që një profesionistët e vëtetit të marrin informacion të gabuar. Okej, do më thonë, ju si ekspert të tregut thoni që qytetarët nuk janë stepur në këto momente së bleri në kryeqytet, se kanë kuptuar që nuk janë stepur. Kam kërkesa edhe nuk i plotësoj dot. Shiko cila është një nga faktet... E qartë, e kuptoj. Atere, Vënqen, vim ke Vënqja juaj? Vënqja ime? Po, Vënqe. Vënqe fare. Vënqe fare. Atere, ka objekte të lirë i referomi, besoj të këto dhënat e qeverisë shqiptare. Po. 182.000 objekte ndërtesa të lirë. Nuk janë të qeverisë të shifra. Po kujt? Po janë shifrat të nxjerra nga operator të caktuar. Jo. Kuta jo, Vënqja i, mos janë ndërprit Vënqe. Jo, të lutem. E minuta, lexoni strategjin që ka bërë qeveria shqiptare për sistemin e... Të lutem, këto biseda në bas emisionit, Vënqen tani, të lutem. Për sistemin e ngrojes e banesave. Se do keni mundësi duke zbritur sallët e ABC Newsit, po. Për eficiencën e energjisë. A i raport, Vënqe ka përcaktuar këto shifra. Na pëlqe, e kamuflojmë se kamuflojmë në gjithë Shqipërinë. Si ndikojnë këto shifra? Se bëjt e batani, lëre ta konkludojnë. Si ndikojnë këto shifra? Sepse në qofë se ty të vjen këshu njërë tek me para nga ajri, Dja Alabari, shoku Alabarit, tezja Alabarit, Baxhanoku Alabarit, për të ndërtuar në Durrës, atëherë është normal që ke vështirësi ti kapësh, do investohet, pavarësisht se ka objekte dhe rezidenca të lira. Unë kam vetëm një merak Vënqe fare. Si ka mundësi ato po ndërtohen, dhe kjo VKM-ja për taksimin e ka përcaktuar dhe kur e ke objektin në ndërtim, pasi ke marrë lejen, do të taksoj me 30%. Ato se egzistojnë fare, ato s'kanë detyrim ndaj këtij qytetarë. Ja, do vi këty. Sefa Vënqe? E para, qytetarët, para se të blejnë, të shikojnë mirë se ku gjithë ofertat që janë treg dhe të pysin profesionistët që merren me këpun, pysin disa vënde dhe pastaj ta vendosin mirë. E dyta, jo të gjithë do mund blejnë më në qëndër, do kemi diferencim madh të tregut, plaktën flas për Tiranën, ndërmjet zonave qendrore dhe zonave, po kjo nuk është do mos dëshmërisht e keqe, për kundrazi, mund të kthejmë Tiranë në një qytet multipolar, nëse ka politikat e Vënqe. Po si ka jetë multipolar më Tiranë. Ne kam e këtë që keni për rivlerësimin, duhet të kuptojmë që rivlerësimi nuk është detyrim për gjithë, është diçka që bëhet sipas nevojës dhe natyrisht që në momentin që kjo bëhet, duhet të theksoj që është diçka që i shërben transparencës, i shërben rritjes ekonomike, por ka nevojë dhe për masa komplementare që qeveria nuk po i paraqit dhe këto kanë të bëjnë me stresa sociale të cilat e kanë të nevojshme. Ishte Vënqe. Vënqe me konkluzionin lidhe. Armelinda.
si e sinqert edhe nga ana sociale dhe profesionale. Po mendohet ai, nuk Jo, nuk po Unë do ta kundërshtoja 5%, gjë që është miratuar se tash se kthejmë dot. E kthejmë. Unë E maksimumi. kthejmë, nëse kundërshtojmë, e kthejmë. Maksimumi. Nëse veme paguajmë, s'kthehet më. Duhet ishte 3% për të ndihmuar. Po dhe 3 shumë është. Ore, ajo 3 letëri, vetëm mos të ndryshojnë çdo 2-3 vite. Paroj debati, jemi vonçe. Paroj pak votën time. Mbaroj. Bërja vonçe. I 3% është duke krahasuar me vendet fqinjë, me vendet e Ballkanit dhe të rajonit, apartamentet që janë të privatizuara të para viteve 1990 nga sistemi diktatorial që ju privatizuar. Po minimaliste është ai numri atyre, mo nuk përbëjnë ato problemin më të madh. Sa po gjeton për vonçe në Armelindës tani. Një minutë. Dhe nuk duhet ishte tatimi 0, as 3%, as 1%, sepse kanë shtëpi banimi që kanë pas 25-30 vite dhe nuk duhet ishte tatimi fare. Edhe unë jam dakord me... Të ta kthej pak shkurt apo jo? Ma kthej po. Jo, mos kishe ndonjë gjë. Jo, nuk isha me gjë, se u thamë. Okej. Hajde. Atëherë falenderojmë të ftuarit dhe kalojmë direkt në rubrikën tjetër në ndeshje. S'kishe vënë që ti? Jo, s'kisha vënë që thash jam dakord me Armelitën, sa më pak taksa është më mirë. Me njerë ju pres mas publicitetit. Jo, po taksat paguajmë gjithë nga pak një herë. Kaq është duhet të jetë ky mesazh.